mirë, u rrimë Andrea. Ua, jo! Atë pa qesh një. Për femën dhe për Atë djekë shumë për ti. Djekë shumë për ti. Tonë kësha mëj kokën. Tonë kësha kërë, tonë kësha. Ashtu, bje durën, ashtu. Bile. Kësha kokën. Tonë kësha kërë jetë kretë. Shumë fort Marova. Ja si që ka të Federikë. Në Amerikanë, Allah. Kjo është me votu këtë, ndërkohë është tjetër kush kryetar, po jo mërë vllave, që Kur që të bjeri gongu yllit, futemi prapë brënda në. Shiko api, Allah. Për ferme dhe ferme. Si, qarë Big Boss e ka thonë, por me bëne këtë. Ne ndërkohë me Unë të thonë që është Mos e prek atë, mos. Sa interesant. Jam ai shefi fushatës ati tjetrit, prandaj. Si Ka linja nga i bombat, këtë bugri. javim bombat të shia, këtë javim pas në. Mos ke një sniper nga larg. Jo e kalon, do të milon se ju kanë lënë ato, jo e ty. Jeni pjarë. Te sniperi e si ko Federiku. A pje duhan kësu konferencë? Pa pje. Jena na bjët hapër. Partia agrare. Shif në brau edhe djeli në brau. O qalot. Ferma dhe përdo. Shkri prit me të vinë gjithë. Do filloj gongo. Hajde dana edhe ti. Si vetë të mo? E pash. Për femën dhe për ferën. Si ka dalë si për gjumë është aty. Ja, met. Kush mungon? Elinara. Elinara! Elinara si gjithmonë me vodesh. Allah alba më. A ka shkina ngell dak, mua? Jo, për arë unë jam. Është dhe Frederik. Du më të veta? Është shef ati. Dëgjo, Këtë vëtosh, këtë vëtosh. Do bënë një më pak si të kalonin. Jo, vëllojnë, kush kosën e më të mira. Pra në këtë nëse voton Yllin, voton dhe Big Boston. Kush anë tatë? Ja. Kujdes, në ashtë edhe ti voton në Yllin. Jo, ma shumë, në di shumë mirë. Forca ylli. Ka marrë vetë dhe do dalë vetë dhe të përfaqësoj veten time në mënyrë të mirë të denjë. Asistentin e kishe me vete të shdi vetë një ikër mund. Gjyraj ku që shumin gjan, ja u tërbu Dardona, u tërbu Forest. Faleminderit që jeni pjesë e imi tani, kështu që do vazhdojmë se Gongo vara. Po. Ju premtoj që do të luftoj për të patur harmoni mes fermerëve. Zotohem me përkujdesje dhe përkushtim ndaj kafshëve dhe të bimeve. Fjala dhe mendimi i çdo fermeri për të mirën e fermës do të jetë kryefjala e mandatit tim. Do të jemi drejt në gjykim dhe nuk do të toleroj asnjë thyrje të rregullore të vendosur nga Agaj. Do të flas hapur dhe pa mbajtur anë kundër çdo papërgjegjësie që ka lidhje me pasëtin dhe punëve të lëna pas dore. E ejtja gazmore me copëza, skeqesh të filmash apo të spektakleve komike, e shtuna do i dedikohet muzikës, kërcimit gjithashtu dhe zgarës. Do të mundohem që së bashku të organizojmë për të treguar histori reale, atë që gjithë secili duke patur mundësi për ta njohur gjithë secilin nga ne. Do i organizoj me ndëshmëri ndarjen e punëve në mënyrën që gjithë secili të aktivizohet në të gjitha zonat e fermës ku Agaj na ka caktuar të punojmë së bashku. Mëngjesi, dreka dhe darka do të jenë të gjithë të pranishëm dhe të zotohem që nuk do të lejoj asnjë debat të krijohet gjatë atyre momenteve. Do të mbikëqyr çdo punë në çdo ditë dhe do të këshilloj që çdo fermer për të realizuar objektivat ditore të caktuar nga Agaj. Do të mendoj dhe të organizoj aktivitete sportive për të gjithë fermerët. Respektimi i barazisë gjinore do të jetë një kusht i domosdoshëm dhe i patjetërsueshëm gjatë mandatit tim. Premtoj se do të luboj tek Agaj për penalizimin e çdo thyrjes së rregullores, të pastrimit dhe prishjes së qetësisë së çdo fermeri, sidomos gjatë orarit të gjumit. Premtoj që do të... Po me frim në herë të duan trokasi. Merë se nuk pore citat.
S'ko marrë vesh. S'ke marrë vesh. Okej. Unë kisha thënë për fillim me lezu edhe pak ma ka dale. Okej, veç për e lexoj edhe qëto edhe ma ndej për fillimit. Premtoj që të të ndaloj çdo provokim të bërë nga fermerët ndaj fakireve të cilit mund të rezultojnë deri në penalizimin nga agaj, për thyrje të rregullore së fakirit. Nëse nuk keni të paqartë mundë me vazhdu edhe njerë. Vazhdoj edhe njerë. Edhe njerë nga dale. Ju premtoj që do të luboj për të patur harmoni mes fermerëve. Zotohem me përkujdesje dhe me përkushtim ndaj kafshëve dhe të bimeve. Fjala dhe mendimi i çdo fermerit për të mirën e fermës do të jetë kryefjala e mandatit tim. Do të jem i drejtë në gjykim dhe nuk do të toleroj asnjë thyrje të rregullore të vendosur nga agaj. Do të flas hapur dhe pa mbajtur anë kundër çdo papërgjegjësie që ka lidhje me pastërtinë dhe punëve të lëna pas dore. E ejtja gazmore me copëza skeqesh të filmave apo të spektakleve komike, e shtuna do i dedikohet muzikës, kërcimit gjithashtu dhe zgarës. Do të mundohem që së bashku të organizojmë për të treguar histori reale, atë që gjithë secili duke patur mundësinë për të njohur gjithë secilin nga ne. Do të organizojmë me ndëshmëri ndarjen e punëve në mënyrën që gjithë secili të aktivizohet me të gjithë zonat e fermës ku agaj na ka caktuar të punojmë së bashku. Mëngjesi, dreka dhe darka do të jenë të gjithë të pranishëm dhe të zotohem që nuk do lejoj asnjë debat të krijohet gjatë atyre momenteve. Do të mbikëqyj çdo punë në çdo ditë dhe do të këshilloj çdo fermer për të realizuar objektiva ditore të caktuara nga agaj. Bravo. Do të mendoj dhe të organizoj aktivitete sportive për të gjithë fermerët. Respektimi i barazisë gjinore do të jetë një kusht i domosdoshëm dhe i patjetërsueshëm gjatë mandatit tim. Premtoj se do të luboj tek agaj për penalizimin e çdo thyrje së rregullores të pastrimit dhe prishjes së qetësisë së çdo fermeri, sidomos gjatë orarit të gjumit. Premtoj që do të më falni. Premtoj që do të ndaloj çdo provokim të bërë nga fermerët ndaj fakirëve, të cilët mund të rezultojnë deri në penalizim nga agaj. Për thyrje të rregullore së fakirit. Një pyetje. Po. Publiku. Jo, Alba, pyetjen e parë. Një pyetje. Pyetjen e parë ka Randi, po Randi. Urisha e para. Mund të Randi lutem? Po Randi. Çova e para dorën. Ka i orë që ka që dorën, që kur ka marrë Jo, edhe unë kam nisë. Po Randi, po. Randi ke drejtën nga unë me vazhdu. Rando e ke drejtën nga unë me bu pyetjen. Faleminderit. Pa Kjo problem. është nga Fakiri Pres. Po. Në qoftë se juve do dilni të hënën, qa do bëhet me partinë tuaj? Faleminderit. Partia ime është partia e gjelbërt dhe nuk besoj që duke besuar në vetveten dhe në ato që i kam premtuar për gjithë ju, do i mbajmë së bashku, jo vetëm që do i mbaj unë, po padyshim që nëse gjatë mandatit tim do keni nevojë, ju për ndonjë mendim t'juvin që ma jepni kundër meje, do e bëjmë së bashku, lutem, jam unë këto pikpasa është me anën tonë, do mundohem që së bashku të realizojmë edhe ndonjë qëllim që ju e keni. Jo vetëm të Nuk u qëllime që përgjigjet unë... pyetjes time. Pyetja ime ishe nëse ju do dilni qa do bëhet me partinë, jo qa do bëjmë bashkë. Bashkë, absolutisht. Nëse unë do dalë të hanën, Nëse ti del të hënën, qëfar bëhet me partinë tuaj? Kush është pasarësi? partia ime do vazhdon, kështu që kush do jetë, vendosim në ditën në vazhdim nëse veç dalë. Unë e kisha radhën. Vetëm Nuk pas e djalo mora akoma si përgjigjen. Nuk e mora përgjigjen. Se se morën. Jo kush e nën kryetari. Akoma s'kemi Çfarë do bëhet me vendosur, partinë? s'herët, halo. Çfarë do bëhet me Kryetarin që me dita me... kush të zëvendëson ty? Pyetja ime. Unë si Alba Pollozhani kam një shqetësim tjetër. Po. Ju sapo thatë që të gjithë ambientit të shtëpisë do i falni harmonik. Kjo është premtim shumë i madh, po puna është se ne të gjithë e synojmë këtë dhe nuk e kemi realizu. Ti, për ta fituar votën tonë, nëpërmjet cila mekanizmave ke menduar që do i falësh harmonik gjithë shtëpisë këtu? Po gjithë secilin nga pak duke bisedu me gjithë secilin dhe duke i zhvillu bisedat në mënyrë sa më të mirë të mundshme, edhe jo duke kriju polemika njëri me tjetrin. Qysh?
Si? Pa ajo është një strategji e imja që unë nuk mund ta them tani. Ama duhet me ditë në strategjin, se dhe rase Frederiku vjen e thot po të njëjtën, ne duhet të krahasojmë mekanizmat për të ditur kujt i funksionon më shumë që t'japim votën tonë. Po kjo është një gjë që unë e komendu. Dhe na e thuaj të lutem? Po, dhe unë në mendimin tim e komendu që gjatë gjithë kohës me pas harmoninë ndaj njëri tjetrit. Jo gjatë gjithë kohës me pas debate, me pas... Okej, prapë s'po na i tregoni mekanizmat këtu. Kalojmë te barazia gjinore. Ku i keni vërit ju? Akoma s'ka marrë barazia gjinore, se nuk e pra se janë femër. Si duhet siguroni? Ku e keni parë ju që nuk ka... Të lutem, dy pyetjen e të njëjtën ku nuk i lejoj. Të lutem, po tani duhet pyetjen, po. Ester, mund të vazhdosh. Pyetje e përgjithshme, sa siguri na jep ti neve që ti do t'i mbash gjitha këto premtimet? Unë mendoj që gjitha këto premtime, padyshim që gjithë secili që do ishte në vendin tim ku jam unë tani, gjithë të thonin që 100%. Si do na bash muzikë? Si do na bësh të mundur që unë të besoj që të votoj? Po flas! Si do ta bësh të mundur ti që unë të të besoj ty tani? Që unë të të votoj ty dhe t'ja votën time. Po unë do them që 90% do t'jetë shumë e sigur nga ana ime që do i mbaj premtime. Qa do ishte më? 90% do i mbaj premtimet e mia. Dhe 10% vetëm pak, dhe 10% do e bëjmë së bashku. 90% e kam unë, kurse 10% e kemi së bashku. Pyetje na fusha vlla. Mundem të lutem se kam të bukën e gojës. Lutem një minutë se i kam gjithë tjerë. Nura e ka pas dorën. Tash të ti dali. Andrea, Vazhdo tani vazhdo. Faleminderit Nura. vazhdo. Qohë kom se ta dha fjallën. Po. Jo, gjithë ishin ullin hiç mos e ki problem. Dakor, ulemi. Pa problem. Jo, Erandi e respektuam. Faleminderit Pitina, po gjithë tjerë nuk u zgjuan. Në një projekt për bujqësinë kavlla, për shembull, në një subvencionima, sepse kemi pësuar një dëm të sera, plastmasin janë zbuluar serat dhe duam të ruajmë atë prodhimi që të kemi çata ham. Ka ndonjë fond për shembull për sa i përket bujqësisë? E kuptoj plotësisht i nderuar Andrea, sepse ti gjatë gjithë kohës kallëzon aktivitetin tënd që e ke gjatë madh me serën. Po pikërisht po ta bëj. Kështu që je i privilegjuar për këtë pjesë, po për këtë pjesë ja lëm gjithmonë që kemi me agaj. Po vetëm pak. Këto premtimet që unë i kam dhënë, padyshim që edhe i ka pa dhe agaj, padyshim që... Se në pikat që lexuat nuk... Po vetëm pak. Unë nuk jam i sigurt që mundet me u bë diçka e tillë, edhe kështu që nuk o mujt me cek në këtë letër këtu që e kam me vete. Edhe në bashkëpunim me agajn, padyshim që do ja dalim diçka për serën, për këtë arsye nuk e kam cek këtu, po përderisa është për të mirën e fermes, natyrisht që ka më u. Faleminderit nderuar kryetar. Pa problem. Nura është internacional. Po flas nga Arabia Saudita. Arabia Press, është kolegja jonë. Unë nuk e pash që ke shkru, okej, të pakten ke shkru për firmën tonë, ke shkru për gjanat kryesore që janë firmës, po nuk e shoh që ke shkru për shëndetin tonë, tamam personal, nëse neve na ndodh diçka, edhe me pas ndaj sportivitet që neve na duhet. Sportivitetin në veç sa e lexova, ndoshta nuk e ke ndëgju, kurse sa i përket shëndetit, ne kemi shëndetin e sigurum nga Treng, nga Vision Plusi që jemi këtu, përderisa jemi këtu, të gjithë ne që jemi këtu, jemi të siguruar për shëndetin tonë. Siç kemi qenë deri më tani, për ndonjë shqetësim të vogël, për ndonjë smundje që nuk e kemi pas, po padyshim që e kemi këtë gjë të përfshirë. Jo, nuk mundem përderisa janë gjithë njerëzit prapa teje duke thonë. Po, pastaj, Big Mama mund të vazhdo? Va pres? Po. Çfarë do të bëni ju për rikthimin e të përndjekurve politik? Për përndjekjen e për të përndjekurit politik... Për rikthimin? Për rikthimin e të përndjekurve. Çfarë do të bësh për rikthimin? Që nuk janë këtu. Që s'janë këtu. Pikërisht për Ronin. Po, doja që dilja këtu në këtë bisedë, sepse ma mori menja për ku e ke, po nuk e di nëse është në dorën time, dhe dhe të bëj shumë kërkes, me gjithë shpirt dhe zamër, që mu kthy ai njeri këtu, sepse ai njeri o konë
frymëzim për gjithë shoqërinë tonë. Po çfarë të çfarë të bësh, a të bësh kërkesa? Kërkesë E bëhet. kam një agaj mbrapa, do të thënë mbrapa kurrizit tim, që mri afër. Urna? Jo, e kam një agaj që unë e bëj një kërkesë tek agaj për me dhënë një votim, për me rikthy. Zoti kandidat Po, jo, po unë nëse bëhem kryetar mund me vazhdu diçka tillë. Zoti kandidat. Okej, Elinara, të lutem. Au, kjo Faleminderit që ma Nuk e ka thonë. O, s'kan fol gjithë mi Alba. Atëre, ju përgëzoj për detyrën e re Faleminderit shumë. dhe faleminderit që më datë fjalën. Atëre, premtimet tuaja, Alba, ma hek dorën tutëm se s'pe e shoh fytyrën. premtimet tuaja janë paksa klishe, që do të thotë ngjajnë me paraardhësit tuaj. Çfarë ju bën juve kaq të bindur ose si mund ta bindni juve që gjithë këto gjëra do sjellin ndryshimin për neve? Si me paraardhësit, ma spjego pak a shumë. Janë pak klishe, që do të thotë, janë premtime bazike që në çdo fushat premtohen, bëhen, por askush nuk i mban. Po, këto gjana janë, sa i përket gjithë firmes që jemi këtu, nuk kom dalë diçka jashtë mundësive që nuk munden me u bo. Pse duhet të besojmë pra neve që ju do t'i mbani, do jeni ndryshe nga të tjerë? Sepse kur të jam kryetar atëherë do e besosh. Kështu që... Kështu na ka thënë shumica. Urdhëror? Kandidat për kryetar. Kështu na ka Do thënë jem, dhe vetëm pak se akoma se kam përfunduar. Paraardhësi do të thotë të tjerë si tura juaj. Përderisa jam këtu me ju dhe i kam disa parimet mia që i kam qitë në këtë letër, pa dyshim që unë do i mbaj. Do jem shumë realist nda jush që ndonjë mundet mu neglizhua, se diçka po 90% ka më konë shumë e sigurt, kurse 10% që kemi me bosë së bashku. Vazhdojmë me Anduelin. Anduel, faleminderit shumë, po njem shumë të keq me u zgju, në kam të lut na Olio. Jo, Nuk mundem. Zoti kandidat për kryetar, më fal, është edukate ime personale. Po. Nga fusharti Puga Kryziu Pres, kam një pyetje konkrete. Sa përqend? A keni pyetje? Pres, është sigurisht e protetova Pres, sigurisht e... Oke? Po, portal. Pra, sa përqind e fondit... Ose nëse keti edhe në një mendim për me ta... Ta mbaroj, lutem, mos... Më falë se kam lezë sigare, po jam e vuj. Atëherë, pyetja ime është, sa përqind nga buxheti juaj do ndohen për artin, për kulturën? Për artin dhe kulturën? Se këtu shumica janë artista, dhe konkretisht qëfar planesh ke organizuar, le themi, ose ke menduar gjana konkrete përveç se zgara që bëjmë zgjonat. Pra diçka ndryshe. Faleminderit. Do të thotë unë këtu që i kom mendu janë këtu, dhe sa po i thash, kurse përqindjen e buxhetit nuk e dim akoma sa kemi. Arsyeja pse them përqindja e buxhetit që kur bësh kërkesën te agaj ti kërkosh gjana që si bëjmë. Pra, muzikë edhe barbecue bëjmë gjithmonë edhe pa ju në krye. Muzikë me kitare, me çifteli kemi çdo ato shumë e vërtet. Po pse jo? Po artistat duhet paguhen. Vetëm pak. Sa i përket përqindjes që e thënë nga buxheti, nuk e di akoma se sa do jetë. Do ndëgjosh? Po, e kam qartë, po. Sa i përket buxhetit ose përqindjes së buxhetit nuk e dim akoma sa ka me konë. Pa dyshim që me qenë 100% i saj, do e bëjmë së bashku, sepse edhe une, përderisa jam këtu me ju, nejse nashta 10% do e mbaj për vete, ajo kuptohet, kurse 90% do e bëjmë së bashku. Si që po mundohem t'jem sa ma i sak nda jush, sa i përket artit, edhe pse unë nuk e kam se këtu, unë nuk është që ku marrë mendime nga ju, këtu janë disa parime që unë i kam. Kurse nëse unë e vi në pozitën e kryetarit, pa dyshim që gjithë secili ka me pas nga një pikë që ka me ju plotësu që ai dën jashtë kësaj çka unë e kom cek. Vazhdojmë lim hotit lutem. Mondi dhe arti edhe gjithë. Përshëndetje doktor Limi. Pse mendoni dhe pse besoni që do merrni votën tonë dhe cila është arma juaj? Arma ime? Okej, unë besoj që votën do e marrën nga ju, prapë se prapë është një vendim i juvi, kemi dhe një kryetar tjetër i cili është në një pozitë tjetër, unë mendoj votën e juaj e meritoj, për shkak se kemi me qenë për të mirën e fermës dhe për të mirën e gjithë tonëve, jo vetëm e mira personale. Do të thotë, çdo punë që ka më bë, ka më ndonë në mënyrë të barabartë, në mënyrë të drejtë. Gjitha këto që i thash, kanë më konë për gjithë secilin, jo vetëm një person që ndoshta nuk me pas punën shumë mirë me të, pavarësisht rrethonave kanë më konë për gjithë njëjtë.
Çdo afrimitet që e ka me ndonjë person pak më shumë, edhe ai ka më kon I njëjtë sikur gjithë tjerë. Ke pikat e tjera për të shpëtuar akoma? O, Andrea, Jo, për momentin jo. Tani, unë kam një shqetësim. Vetëm pak se Mundet? për shqetësime nuk kemi këtu një moment është pyetje, është pyetje shqetësimi. Pyetja për shqetësim tash. Pyetja. Okej, vazhdo Nena, një minutë. A ka me vazhdu fushata mas kësaj? Fushata. Po. Besojmë që po. Është në dorën e Agajt, kështu që Nëse vazhdon fushata dhe na krejt si banor, s'po thom krejt, se na shta dikush nuk do më bo pjesën I mendimi ose një dëshire dveçant, çka mujna me pas krejt, edhe nëse qaja të bën ty me fitu, atëhere, edhe njerë të lutëm. nëse krejt banort e kena një dëshirë dveçant. Po, një dëshirë të Një veçantë. kërkes, po, një kërkes dveçant. A e bisedon ti ato me Agajin që qaja ndoshta mundet me të botu mi fitu zgjedhjet? Po qërë tash, kërkesat gjithë cili I ka veçantin vete. Po nëse kena të njëjtën, Po, nëse jena për një qëllim. Mundet me qenë e përbashkët për gjithë. Po, Po e këtej, na jena për ty, nëse I fiton këtë zgjedhjet, nëse I fiton këtë votat, I fiton zgjedhjet atëherë? po, nëse është një kërkes, Mendo për fushatën e ardhshme. po, pa dyshim që po, unë nuk më mendu që ai kthehet këtu pa Se për bisedu me shembull Agajin. Roni, Kërkesa ferma jem. I vyn Ronit edhe Roni I vyn fermës. Për cilën gjë? Ti nuk e kthen Ronin vlla? E ndëruar, unë nuk më me thonë diçka, nuk më me thonë... Je, bravo! Faleminderit shumë. Faleminderit Agaj që më respektove që Jam I sjava privilegjuar që jeni këtu me mua. Ti tash ndroj fushata se Bravo Nina, se vazhdove ma shumë zemër. Urna? Gjithë brenda, se do kalojnë do vinë këto andej në një Ako me shkun atje? kryetari tjetër ka staf vlla, nuk është çu, I pa organizuar. Tek pull. Ylli urime, suksese.